Skandal në tenderin për rekonstruksionin e spitalit të Lushnjës, ku kompania Lazo fitoi një kontratë prej 2.6 milion eurosh mes dyshimeve për parregullsi dhe lidhje politike. Një krim i rënd tronditi qytetin e Shkodrës, një shtetas amerikan vrau me thik bashkjetuese në ti në banesën ku jetonin me qera. Këshilli Bashkiak i Durrësit miraton ndërtimin e resortit Lura 5 në gjirin e Lagësit, duke ndryshuar destinacionin e një zone pyjore mes kritikave për dëmtimin e mjedisit. Zjarre masive përfshin Izraelin, shpallet gjendje e jashtëzakonshme kombëtare, ndërsa mijëra banor evakuohen dhe autoritetet njoftojnë për 10 arrestime për zarbënie të qëllimshme. Zonja dhe zotërinj, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin informativ, këtu në TV Dheu. Firma ndërtimore Lazo fitoi një tender prej 2.6 milion eurosh për rekonstruksionin e spitalit të Lushnjës, mes dyshimeve për paracaktimin e fituesit dhe skualifikim masiv të 11 nga 12 garuesit. Pas firmës qëndrojnë vëllezërit Lazit lidhur me politikën lokale, ndërsa kontrata u firmos nga drejtoresha e OPB-s, Arlinda Pogaje, për folur për afera të shumta korruptive. Një tjetër tender i dyshimt u firmos nga operatori i blerjeve të përqendruara më 25 prill të këtij viti, ku firma ndërtimore Lazo, me cilin në fshatin Bishqethëm, fitoi tenderin prej 2.6 milion euro për rekonstruksionin e spitalit të Lushnjës. Megjithse në garë morën pjesë 12 kompani, plot 11 prej tyre u skualifikuan, duke ngritur dyshime të forta për paracaktimin e fituesit dhe manipulimin e procesit. Pas firmës fituese qëndrojnë vëllezërit Aldi dhe Nea Lazi, të dy me nga 50% të aksioneve, të cilët sipas burimeve kanë lidhje të fuqishme me aktor të rëndësishëm politik në qarkun e Fierit dhe më lart. Firma Lazo është përfshirë edhe më parë në projekte publike të majme, të cilat i ka fituar përmes procedurave të dyshimta, ndërkohë që ndaj saj ka pasur hetime dhe nga SPAK. Kontrata është firmosur nga drejtoresha e OPB-s, Arlinda Pogaj, e njohur për dhënien e tendereve shumë milionësh ndaj personave me precedent penal dhe lidhje të krimit të organizuar. Burimet mediatike e përshkruajnë Pogajn si ustalleshën e pazareve në Tavolin, e cila mund të jetë kandidate për zyrë të re në burgun e Pogradecit, për shkak të numrit të lartë të aferave që ka firmosur ndër vite. Sipas dokumentacionit zyrtar, Lazo do të kryejë 89% të volumit të punës, ndërsa 11% i është lënë firmës Meteo nga Elbasani. Pronë era Al-Miftarajt, një emër i përfolur për lidhje me figurat të botës së krimit dhe tendera të dyshimt. Si objekt të mbështetës është përfshirë edhe firma Impact nga Tirana. Tenderi parashikon rekonstruksionin e godinës qendrore të spitalit të Lushnjës brenda një afati 13 mujor. Megjithse në garë morën pjesë kompani të mëdha dhe të njohura në sektorin publik, të gjitha u skualifikuan në favor të një firme me profil lokal, por me mbështetje të fortë politike. Kjo ngjarje shton një tjetër faqe të errët skemës së abuzimit me fondet publike, ndërsa që institucionet e drejtësisë vijojnë të heshtin përballë skandaleve të tilla që konsumohen në mënyrë të përsëritur. Një aksident tragjik ndodhur më 25 prill në Torita di Siena i mori jetën 20 vjeçarit shqiptar Angelo Kanapari, i cili ndoroi jetë në spital pas disa ditësh në gjendje kritike. Ngjarja ka tronditur komunitetit, ndërsa familja e të ndjerit po përballet me një dhimbje të thellë. Një lajm i trisht ka mbritur në redaksin ton, ku është raportuar se një njerëz shqiptar ka humbur jetën tragjikisht. Bëhet fjalë për 20 vjeçarin Angelo Kanapari, i cili pësoi një aksident të rënd me motor në rrugën Modena më 25 prill në Torita di Siena. Ai u transportua me urgjencë me helikopter drejt spitalit të Sienës në gjendje kritike për jetën. Fatkeqësisht, mbrëmjen e djeshme rreth orës 22, i riu ndroi jetë në spital, pasi nuk mundi të mbijetojë plagëve të marra nga aksidenti i rënd. Në këto momente të dhimbshme, le të tregojmë solidaritet dhe mbështetje për familjen e tij, e cila po përballet me një pikëllim të pamas. Redaksia jon i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjarëve, të afërmve dhe miqve të Angelos. Një ngjarje e rënd tronditi Shkodrën paraditën e sotme, ku 57 vjeçari amerikan Brondo Saporito vrau me thik bashkjetuese në tij në një banesë të marrë me qera. Autori i gjakosur dhe me plag në duar u shoqërua në spital nga policia dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Shkodra është tronditur ditën e sotme nga një ngjarje e rënd, ku një turist amerikan vrau bashkjetuesen e tij. Ngjarja ndodhi rreth orës 10:15 minuta në rrugën Atshtiv Gjeçovi, në një banesë që çifti kishte marrë me qera. 57 vjeçari Brandon Saporito vrau me thik 53 vjeçaren Sandra Holley dhe tentoi të jepte fund vetes duke prerë damarët.
Ai mbeti i plagosur dhe ndodhet në spital në gjendje të rëndë shëndetësore. Çifti me origjinë nga Florida kishte hyrë në Shqipëri më 27 mars dhe kishte vizituar disa qytete, përfshirë Himarën, Tiranën dhe së fundmi Shkodrën. Në rrjetet sociale ata shfaqeshin si një çift i lumtur dhe në harmoni, duke ndarë momente nga udhëtimi i tyre në vendin tonë. Sipas hetimeve paraprake, vrasja ka ndodhur pas një konflikti mes çiftit, i përkeqësuar edhe nga gjendja e dehur e autorit. Policia vijon punën për zbardhjen e plotë të rrethanave të krimit. Një qytetar ka denoncuar publikisht një produkt të dyshimt që shitet online si shurup për pastrimin e kanaleve urinare pa përbërës datë prodhimi apo skadencë. Rasti ngre alarmin për mungesën e kontrollit mbi barnat që qarkullojnë në treg, ndërsa i bëhet thirrje autoriteteve të ndërhyjnë urgjentisht. Një qytetar i shqetësuar ka denoncuar publikisht nëpërmjet redaksisë tonë një rast të rëndë që lidhet me sigurinë e barnave që tregtohen në vendin tonë, veçanërisht përmes platformave online. Sipas denoncimit, bëhet fjalë për një produkt të prezantuar si shurup për pastrimin e kanaleve urinare, i cili tregtohet përmes një faqeje në internet me emrin Shëro kanalet urinare. Qytetari thekson se produkti në fjalë nuk përmban asnjë informacion bazë mbi përbërësit, datën e prodhimit apo të skadencës, element thelbësor për çdo medikament. Etiketa e vetme në shishe përmban një përshkrim të përgjithshëm: pastruesi kanaleve urinare, shëro veshkat dhe kanalet urinare. Përshëndetje, shiko çfarë mashtrojnë njerëzit. Pastruesi kanaleve urinare pa asnjë datë skadence, pa asnjë përbërës, pa asgjë, dhe njerëzit porosisin. Pleqëria e shkret nëpër Facebook dhe Instagram dhe gënjejnë njerëzit. I bëj thirrje akuzë dhe tatimores të ndërhyjë menjëherë dhe të zbuloj kush qëndron pas kësaj faqe. Kjo është faqja që ka porositur zonja Shëro kanalet urinare, thot qytetari. Ky rast hedh dritë mbi një problem më të gjerë që ka të bëjë me mbikëqyrjen dhe kontrollin e tregut të barnave në Shqipëri. Ndërhyrja autoriteteve kompetente është emergjente dhe domosdoshme për të siguruar që ilaçet që tregtohen në vendin tonë të jenë të kontrolluara dhe të sigurta. Këshilli Bashkiak i Durrësit miratoi me 31 vota pro ndërtimin e resortit Lura 5 në zonën e Gjirit të Lalzit, duke ndryshuar destinacionin e 8000 m2 pyll në zonën pavarësisht kundërshtimeve për pasojat mjedisore. Vendimi u mbështet nga këshilltarët e Majt dhe të Partisë të Lirisë, ndërsa opozita paralajmëroi për betonizim të mëtejshëm të Bregdetit. Në një mbledhje të zhvilluar mes ditën e të mërkurës, raportohet nga mediat se Këshilli Bashkiak i Durrësit miratoi me 31 vota pro projekt vendimin që i hap rrugën ndërtimit të një resorti të ri në Gjirin e Lalzit, duke ndryshuar kategorinë e 8000 m2 pyll në zonë. Vendimi u mor pavarësisht shqetësimeve për shkatërimin e gjelbërimit në një prej zonave më të lakmuara bregdetare të vendit. Në votim, këshilltarët e Partisë së Lirisë u rreshtuan për krah këshilltarëve të Majt, duke siguruar shumicën për kalimin e projektit. Nga ana tjetër, vetëm 3 këshilltarë të djathtë ishin të pranishëm dhe votuan kundër. Ndërtimi i resortit Lura 5, pjesë nga zinxhiri kompleksesh luksoze në të njëjtën zonë, ishte miratuar më herët nga Këshilli Kombëtar i Territorit, duke e bërë këtë vendim të Këshillit Bashkiak një hap final drejt betonizimit të mëtejshëm të Bregdetit. Pavarësisht se disa këshilltarë opozitar paralajmëruan për pasojat mjedisore dhe reduktimin e hapësirave të gjelbërta, shumica zgjodhi të vendosë interesin ekonomik përpara atij ekologjik. Nuk jemi kundër zhvillimit, por Bregdeti i Durrësit është betonizuar, edhe një resort më shumë është edhe më pak gjelbërim, u shprehën ata. Argumenti i zakonshëm për zhvillimin e turizmit dhe krijimin e vendeve të punës u përdor sërish nga përfaqësuesit e Majt për të justifikuar vendimin. Megjithatë, qytetarët dhe aktivistë mjedisor paralajmërojnë se ky është vetëm kapitulli i radhës në shkatërimin sistematik të Bregdetit shqiptar në emër të interesave private. Një tjetër hapësirë publike pranë liçenit të Thatë në kryeqytet është shkatëruar pa paralajmërim, ku një zonë rekreative me barmë dhe lule është mbuluar me zhavor dhe po përdoret si parking. Banorët denoncojnë mungesë totale të transparencës dhe kërkojnë ndalimin e betonizimit pa asnjë njoftim nga autoritetet. Një tjetër hapësirë publike në kryeqytet është nënshtruar shkatërimit të papritur. Banorët e zonës së liçenit të Thatë denoncojnë se një sipërfaqe me barë dhe lule, e përdorur çdo ditë nga qytetarë dhe fëmijë për rekreacion, është shtruar papritur me zhavor dhe po kthehet në parking. Në këtë hapësirë dilnin banorë me fëmijë dhe kafshët e tyre për të luajtur dhe pushuar. Tani është zhdukur çdo gjelbërim, askush nuk di çfarë po ndërtohet, nuk ka një tabel, asnjë njoftim nga bashkia, thuhet në denoncimin e dërguar në redaksi. Në foton e siguruar nga qytetarët, shihet qartë ndryshime drastike të terrenit, me pemë të mbetura rrethuar nga zhavori, ndërsa disa makina tashmë kanë nisur ta përdorin si parking të improvizuar. Ndërkohë, disa rosak enden në një truall që deri dje ishte hapësirë gjelbër dhe gjallë. Banorët kërkojnë transparencë nga autoritetet dhe ndalimin e kësaj praktike të betonizimit të qytetit pa informim publik.
Izraeli ka shpallur gjendjet e jashtëzakonshme kombëtare pasi zjarre masive përfshin zona pranë Jeruzalemit, duke djegur mbi 5.000 hektar tokë dhe detyruar evakuimin e mijëra banorëve. Kryeministri Netanyahu konfirmoi 18 arrestime për zjarrvënie të qëllimshme, ndërsa situata vijon të jetë kritike për shkak të erërave dhe temperaturave të larta. Një situatë dramatike është duke ndodhur në Izrael, ku zjarre të fuqishme kanë përfshirë pyje dhe zona të banuara në afërsitë të Jeruzalemit, duke detyruar autoritetet të shpallin gjendjet e jashtëzakonshme kombëtare. Kryeministri Benjamin Netanyahu deklaroi emergjencën të mërkurën, pasi flakët shpërthyen pranë autostradës Tel Aviv-Jeruzalem, duke çuar në evakuimin e mijëra banorëve dhe mbylljen e rrugës. Zjarret kanë djegur mbi 5.000 hektar tokë, përfshirë 3.000 hektar pyje, ndërsa janë trajtuar të paktën 23 persona për asfiksi dhe djegje, me styre dhe fëmijë. 21 zjarrfikës janë plagosur gjatë përpjekjeve për të shuar flakët. Në ndihmë të Izraelit po vijnë avion nga Greqia, Italia, Kroacia, Franca, Spanja, Ukraina, Çipro, Britania dhe vende të tjera evropiane për të ndihmuar përballimin e situatës. Komandanti i zjarrfikësve në Jeruzalem e përshkroi situatën si ndoshta zjarri më i madh që ka ndodhur ndonjëherë në vend, duke paralajmëruar se lufta me flakët do të vazhdojë për një kohë të gjatë. Zjarret janë përkeqësuar nga era e fortë dhe temperaturat e larta, duke detyruar autoritetet të anulojnë festimet për ditën e pavarësisë së Izraelit. Ndërkohë ka edhe dyshime për zjarrvënie të qëllimshme, ku kryeministri Netanyahu përmendi 18 arrestime, megjithëse policia ka konfirmuar vetëm 3 persona të ndaluar për zjarrvënie të mundshme. Gjendja mbetet kritike dhe autoritetet paralajmërojnë se zjarret mund të përhapen më tej nëse kushtet atmosferike nuk përmirësohen. Zonja dhe zotërin, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Bashkë në Takofshi.